gaboj, po është mendimi jem, unë mendoj që Kurti e ka lexuar sakt idenë e Lumir Abdigjikut për të dukur kur i pari, sepse ajo është partia e tretë, po llafet dhe pretendimet i ka si me qenë e para. Domethënë se ne të gjithë e dim që presidentja është një lloj koalicioni i pa qenë koalicion që e ka votu Lumir Abdigjiku dhe grupa e tij. Dhe ta kish presidentën tonë dhe ta kërkosh edhe pozitën e kryeministit, domethënë tregon që ti je partia kryesore, ndërkohë që je e treta. Po politikë është Kurti ka lexuar sakt që Lumir Abdigjiku më shumë po ban opozitë ndaj opozitës, sesa që e kanë një lider. Dhe opozita po su bashkua, po se nxorën një figurë. Për shembull, aja që po them kreativiteti, mund ta nxjerrë një figurë konsensuale, figurë teknike. Do të llogaritet dhe t'i thuhet qytetarëve, a është më mirë të shkohet në zgjedhje tjera apo të formohet një qeveri teknike deri te. Po unë mendoj që në hijen e, edhe pse nuk po thuhet krejt, në hijen e edhe të opozitës, edhe të Kurtit është ideja që si kemi votat për presidentin. Dhe unë mendoj që ky moment duhet jetë reflektues që duhet ndërrohet kushtetuta dhe presidenti definitivisht të zgjidhet nga populli. Zotëri Kuqi, po doja të vazhdoj bisedën me ju. A është frikë pra nga ajo se çfarë i pret kushdo që bëhet pra kryeministër, sepse zhvillimet janë dramatike, apo po synojnë një varë komoditetit të opozitës, në opozitë pak ma lehtë. Kësaj radhe, fajet për mosformimin e një qeveri opozitare i takojnë partive opozitare, ma konkretisht LDK-s. Çka po shohim na është ma shumë një përpjekje partive opozitare me tregu që nuk i takojnë një bloku opozitar, se sa me vazhdu diskursin edhe shpjegimin që Kurti është autoritar. Nëse Kurti është autoritar edhe populist, që shkejt kemi thonë edhe jemi pajtu sa i përket partive opozitare, atëhere na e dim që një qeveri ose një parti populiste gjithmonë i zhbën ato tradicionale kur ka koalicion ose kur ka bashkëpunim. Edhe na e dim që kreqa ka bole DK-ja deri sot është një nënshtru hegemonisë pushtetit. Tonë mi pëlqy votuesit të VV-s normalisht, jo ato mirë, po mendon se në këtë mënyrë i kthehet votuesi. E kjo asnjëherë nuk ndodh.